Bashkimi Demokratik për Integrim ka reaguar ndaj përbërjes së delegacionit të Maqedonisë së Veriut në samitin e NATO-s në Ankara, duke akuzuar se në të nuk ka asnjë përfaqësues shqiptar. Në komunikat, BDI thotë se një përfaqësim i tillë nuk pasqyron karakteri multietnik të shtetit dhe se delegacionet shtetërore duhet të reflektojnë barazinë dhe marrëveshjen e Ohrit. Përfaqësim pas shqiptar nuk është përfaqësim i shtetit. Në samitin e NATO-s në Turqi, Maqedonia e Veriut paraqitet me një delegacion pas një përfaqësues shqiptar. Kjo është pasqyrë një mentaliteti politik që e sheh shtetin si pronë të një etnie, ndërsa shqiptarët vetëm si dekor të brendshëm. Maqedonia e Veriut është shtet multietnik dhe antare e NATO-s, fal një arkitekture politike që ndërtohet mbi barazi, përfaqësim dhe marrëveshjen e Ohrit. Bekim Qoku nga Vlen thotë se shqiptarët janë pjesë e shumicës së delegacioneve shtetërore, por për rastin konkret thotë se nuk ka informacion për përbërjen e delegacionit. Sipas Qokut, përfaqësuesit shqiptar të Vlenit kanë qenë dhe do të jenë pjesë e proceseve dhe delegacioneve ku vlerësohet se duhet të marrin pjesë. Unë mendoj që shqiptarët në qeveri në shumë procese janë pjesë të delegacioneve. Nuk e di se çfarë ka, pra s'kam informacion pse është delegacioni me apo pas shqiptar, po në përgjithësi në çdo delegacion ose në shumicën e delegacioneve ku mendohet që një pjesëmarrës shqiptar i Vlenit të jetë atje, ai ka qenë dhe do jetë. Nuk besoj që është një temë kjo që duhet diskutuar. Vleni është në shumicën e proceseve ku merr pjesë koalicioni. Maqedonia e Veriut në këtë samit përfaqësohet nga një delegacion i lartë shtetëror i udhëhequr nga presidentja Gordana Siljanovska-Davkova, ministri i mbrojtjes Vlado Misajlovski, ministri për punë të jashtme dhe tregti të jashtme Timço Mucunski, si dhe shefi i shtabit të përgjithshëm të ushtrisë General Major Sashko Lavçiski.